Përshëndetje të nderuara zonja dhe zotëri. Mirë se vini në edicionin e emisionit të shëndetësisë Bisedë me mjekun tuaj. Sonte do të flasim për një temë e cila është shumë e rëndësishme, shumë e dobishme për të trajtuar dhe mesazhet e porositë që do i marrim nga profesionistja e ftuar në emisionin ton, besoj që do të jenë të dobishme për gratë, për vajzat, për femrat. Do flasim konkretisht për muajin tetor, si muajin ndërgjegjësimit kundër kancerit të gjirit. Do të kuptojmë bashkë se çfarë është kanceri i gjirit, si mund të manifestohet, si mund të trajtohet dhe si mund të parandalohet. Le të jetë edhe ky emisioni ynë një kontribut modest në kampanjën e madhe apo fushatën e madhe që kemi të bëjmë me luftën kundër kancerit të gjirit. E kush më mirë se sa një profesioniste e kësaj fushë mund ta trajtonte këtë temë. Është nder, kënaqësi dhe privilegj që çdo vit të na nderoj dhe tani më është bërë tradicionale dhe të jetë pjesë e emisionit ton për të kontribuar kështu me mesazhet, me porositë, përveç praktikës së përditshme të saj me pacientët për luftën kundër kancerit në përgjithësi e specifikisht kancerit të gjirit. Nder dhe kënaqësi që në studion ton sërish të kemi onkologen doktoresh Vjolca Skenderi Niziri. Përshëndetje doktoresh dhe faleminderit shumë që na nderoni. Përshëndetje Ariana, faleminderit edhe ty për ftesën. Mua më vjen mirë gjithmonë kur është tetori dhe ne e fillojmë tetorin me emisionin tënd Përshëndetin dhe në një farë mënyre kjo tradita e emisionit tënd për të ngritur vetdijen e grave për kancerin e gjirit është bërë një mesazh kështu shumë i mirë, shumë i bukur. Dhe shpresoj se vit pas viti e arrin qëllimin fisnik që vetë ka emisionit. Faleminderit shumë për kontributin tuaj. Kemi folur edhe në emisionet e kaluara, por gjithmonë sa më shumë të flasim, ndoshta aq më shumë do të vetëdijsohemi. Çfarë paraqet kanceri i gjirit dhe cilat janë llojet më të zakonshme të tij? Kanceri i gjirit është një sëmundje në fillim, ta themi kështu, e cila vjen si pasojë më tepër ndryshimeve në organizëm. Në paraqitjen e kësaj sëmundje ndikojnë më shumë faktorë. Prandaj do themi se kanceri i gjirit është sëmundje që manifestohet si pasojë e çrregullimit në shumimin në nivel qelizor, ndërsa deri në këtë çrregullim shkaktohen, mendoj, ndikojnë shumë faktorë të ndryshëm, të jashtëm dhe të brendshëm, të cilët pastaj kur bashkëdysohen njëri me tjetrin, si rezultat e kanë paraqitjen e një formacioni në indin e gjirit, i cili pastaj fillon të zhvillohet dhe të përparojë. Llojet më të shpeshta të kancerit të gjirit në aspektin patologjik janë karcinoma duktale e gjirit dhe karcinoma lobulare e gjirit, edhepse mund të paraqiten edhe llojet e tjera, siç është karcinoma inflamatare e gjirit, ose morbus Paget, por këto janë forma më të rralla. Dy format e para që i përmendëm janë më të shpeshta, nganjëherë kemi edhe variante të përziera, domethënë mikse. Kështu që në përgjithësi këto janë format. Format dhe llojet. Po megjithatë, sa është i përhapur kanceri i gjirit në vendin ton ose le të themi në rajon? Janë shifrat le të themi alarmante ose nuk ka ndonjë shifër të caktuar për shpeshtësinë e saj? Vendi ynë e ndjek trendin botëror të rritjes shpeshtësisë së kancerit të gjirit dhe nuk mund të themi tani se kemi në një rritje të shpejtësuar më të madhe në nivel global. Nuk mund ta themi atë, domethënë ndjekim edhe ne trendin e rritjes së shpeshtësisë së kancerit. Nëse kërkohet një numër i saktë të themi se sa pacientë sëmuren me kancer gjiri, mund ta themi atë numrin që u prezantua se në klinikën për radioterapi dhe onkologji në Shkup ka pas 1200 raste të reja, por duke marrë parasysh edhe rastet që diagnostikohen në spitalin e Tetovës për shembull, në spitalin e Shtipit për shembull, ose në spitalin e Manastirit si spitale klinike, ky numër mund të themi se plus minus shkon deri diku 1500 raste. Përsëri janë numra të përafërta, nuk janë të sakta, sepse në vendin tonë ende kanceri për regjistri për kancer, ende nuk funksionon ashtu si duhet, prandaj nuk kemi shifra të sakta.
Faktorët janë shumë të rëndësishëm për paraqitjen e kësaj sëmundje apo kësaj patologjie, cilët janë faktorët kryesor të rrezikut për zhvillimin e kancerit, me qëllim që të parandalojmë apo të largojmë, të reduktojmë ndoshta nga jeta jonë. Faktorët që ndikojnë në paraqitjen e kancerit janë të shumtë dhe për të pasur njerëzit për ta bërë një dallim më të lehtë, ne gjithmonë i ndajmë ato në faktorët e jashtëm dhe të brendshëm, me atë që faktorët e brendshëm janë ato të cilët varen nga vetë trupi, nga vetë organizmi, dhe këtu numërohen gjenetika, numërohet menarha ose menstruacioni i parë, tash më të rrezikuara, domethënë kush janë femrat që kanë pasur menstruacionin e parë në moshë më të re, femrat që kanë pasur menopauzën më vonë, gratë të cilat nuk kanë lindur as pak. Faktori gjenetik gjithashtu ndikon, por jo shumë. Në 30% të rasteve, faktori gjenetik ka ndiku në paraqitjen e kancerit, në raste tjera jo. Pastaj, në faktor të brendshëm, do me thënë, gjinia normal, do me thënë, e para është gjinia, sa është sëmundje kryesisht e gjinisë femërore, dhe pse paraqitet edhe te meshkuj. Mosha, në qoftë se para 10 viteve kemi thënë se kanceri i gjirit është karakteristike e moshës mbi 60 vjet, tani shumë ka rënë ky kufi dhe paraqitet edhe në mosha të hershme. A është vetëm për vendin tonë? Jo, në nivel botror, do të thënë ka rënë mosha e paraqitjes së kancerit, edhe si thash, menstruacioni i parë, menarha, menopauza, lindjet, gjitha janë faktorët e brendshëm. Në faktorët të jashtëm marrim pjesë përdorimi i terapisë zëvendësuese hormonale, do të thënë kontraceptivët, që përdoren një kohë më të gjatë se 2 vjet në mënyrë konstante. Do të thënë mos keq kuptohemi këtu, nëse përdoren kontraceptivët për arsye të caktuara, por janë nën kontroll të ginekologut, atëherë normal se ato janë nën kontroll. Flasim përdorim më të gjatë. Gjithashtu, në faktorët e jashtëm ndikon mënyra e të jetuarit, ku numërojnë ekspozimin ndaj stresit për shembull. Gjithashtu ndikon mënyra e të ushqyerit, nëse ushqimi është i pasur me ushqime të procesuara, yndyrra të ngopura, karbohidrate, aktiviteti fizik i zvogluar ose as pak, obeziteti ose mbipesha ndikon në paraqitjen e kancerit. Pastaj edhe rrezatime të ndryshme, ndotja e ajrit, e mjedisit jetësor, gjithë këto janë faktorë të jashtëm që duke bashkëvepruar me faktorët e brendshëm, pastaj bëjnë ndryshime në nivel qelizor, molekular njerë, në nivel molekular qelizor që pastaj të manifestohet edhe si sëmundje që preket si një gung, ta them kështu, në popull që e vëren një grua në gjirin e saj. Megjithatë, në të shumtën e rasteve, një ndër kushtimisht thënë frikërat që ekziston është në qoftë se ka pasur dikush nga familja, për shembull nëna, motra, halla, a ekziston rreziku që ta ketë edhe pasardhësi? Do me thënë, a ka bazë gjenetike, a është faktori gjenetik i rëndësishëm në paraqitje? Po, faktori gjenetik është i rëndësishëm në paraqitjen e kancerit të gjirit, mirë po nuk është, të them, kyç në paraqitjen e kancerit të gjirit. Njerëzit të cilët kanë predispozit gjenetike për kancer të gjirit, janë më të rrezikuar që të sëmuren nga kanceri i gjirit, mirë po nëse këto shkojnë në kontrollat të rregullta, siç janë screeningjet, domethënë eho e gjirit dhe mamografia, edhe nëse paraqitet kanceri, domethënë nëse kanë mutacione gjenetike, do të gjendet në fazë të hershme. Dhe i njëjti do të trajtohet dhe pastaj gruaja do të jetë gruaja shëndosh. Të flasim pak edhe për metodat ekzaminuese. Pra, cilat janë metodat ekzaminuese që mund të vërtetoni ju mjekët se bëhet fjalë për kancerin e gjirit, edhe cili është roli i mamografisë, të cilën shumë shpesh e përmendim? Metodat ekzaminuese që ndikojnë në diagnostikimin e kancerit të gjirit janë eho e gjirit, mamografia, rezonanca magnetike nëse ka nevojë, pastaj është biopsioni ose kor biopsioni, domethënë ku merret pjesë material. Dhe pastaj vërtetimi histopatologjik për sëmundjen në fjalë. Gjitha këto etapa janë të lidhura njëra me tjetrën. Mirë po, hallka e parë që këtu duhet ta përmendi është
ankesa fizike. Do më thënë, paraqitja e një ndryshimi në indin e gjirit që më parë gruaja nuk e ka parë në indin e vetë. Do më thënë, mund të jetë ndryshim në formë të një tumori, një gunge, mund të jetë ndryshim në formë të rjedhjes së sekrecionit nga gjiri, i cili mund të jetë i përgjakur ose mund të jetë me ngjyrë kafe. Gjithashtu, në qoftë se më kemi formë të avancuar të sëmundjes, kemi atë lëkurën e portokallit që e merr lëkura e gjirit, tërhiqjen e thimthit nga brenda, dhe në rastet më të avancuara, të them kështu, aq tepër fiksohet tumori, aq tepër rritet sa gjiri e humbën komplet elasticitetin, domethënë komplet është i fortë. Përveç këtyre që përmendëm, të flasim pak edhe për një tjetër ekzaminim ose vetë ekzaminim që është vetë kontrolli, që ju doktore shumë shpesh edhe na rekomandoni. Si bëhet, domethënë, vetë kontrolli i gjirit, kur duhet të bëhet dhe çfarë mund të vërehet? Vetë kontrolli i gjirit është një metodë më e lehtë, e cila më e pakushtueshme, e cila mund të bëhet nga secila femër. Dhe unë gjithmonë them se çdo nën duhet edhe vajzën e vet ta mësoj se si ta bëj vetë kontrollin e gjirit. Jo për diçka tjetër, po e mëson në një rutinë se si ajo duhet të kujdeset pastaj për gjirin, për shëndetin e gjirit flasim. Dhe rekomandimet janë që vetë kontrolli i gjirit të bëhet nga dita e 3 deri në ditën e 5 të ciklit menstrual, para pasqyrës. Do më thënë, gruaja duhet jetë e zhveshur para pasqyrës, me dorën e anës së kundër ta palpoj, ta prek gjirin në drejtim të akrepave të orës, me qëllim që t'i vërej ndryshimet që mund t'i ketë gjiri. Jo gjithmonë, gjithçka që preket te gjiri është tumor. Do më thënë, është normale që të preken do më thënë, formacione më të forta, të cilat janë të lëvishme. Ky është in gjiri, do më thënë, nuk është tumor. Mirë, po ndryshimet në gjith të cilat janë në formë të tumoreve janë ndryshime të cilat janë më të mëdha, do më thënë, edhe nuk lëvizin. Dhe atë kanë formën më ndryshe, është formë e rregull, do më thënë. Se shpesh vinë pacientët, prekin indin e gjirit dhe friken mos kanë prekur tumor. Do më thënë, nuk është ashtu. Gjithashtu mosha kur rekomandohet, është mirë sa më herët të fillojnë vetë kontrolli, është më mirë, e tash një moshë të caktojmë, do më thënë, let jetë për shembull prej moshës 15-16 vjeçare, do më thënë, kur vajzat janë të zhvilluara, kështu fillojnë të kujdesen për trupin e tyre, të fillojnë t'i njohin edhe strukturën e gjirit dhe të fillojnë atë ta ekzaminojnë. Pastaj normal si zhvillohen, ato ma do t'a kenë në një farë mënyre, do t'a kenë si rutinë të tyre jetësore që çdo muaj t'a bëjnë një vetë kontroll. Jo gjithmonë do të mjaftoj vetë kontrolli për diagnozë. Por është shumë e rëndësishme, është hallkë e rëndësishme sepse nga një herë nëse gruaja nuk ka shku për shembull të bënë eho të gjirit për arsye të ndryshme, duke palpuar gjirin do ta vërej vetë. Nëse nuk e ka vërejt mjeku familjar ose specialisti, sepse nuk ka qenë në ekzaminim gruaja, vetë do ta vërej, do të paraqitet pastaj në kontroll te mjeku. Me qenë se gjatë emisionit përmendet shpesh disa nga shenjat të cilat vërejnë gjatë ekzaminimit, por cila mund tjetë, i vjet tash sikur të përsëritemi, por cila mund tjetë ajo shenja kryesore që duhet të alarmohet për shembull mjeku? Shenja kryesore te kanceri i gjirit është një masë tumoroze, një gungë që paraqitet te indi i gjirit. Kjo gungë zakonisht është e padhimshme, do të thënë nuk dhemb. Dhe këtu edhe bëhet gabimi, sepse njerëzit mendojnë se nuk dhem dhe nuk duhet të shkojë te mjeku. Zakonisht dhimbja lidhet me mjekun. Domethënë te kanceri i gjirit nuk është kështu. Domethënë zakonisht nuk dhem kanceri. Domethënë tumori që paraqitet në gjin nuk dhem. Mirëpo ekziston, domethënë në gjin nuk duhet të ekzistojnë tumore. Gjiri ka konsistencën elastike, pa ndryshime solide, të forta. Domethënë paraqitje çdo formacioni solid, domethënë të fortë, e gjiri është një alarm se duhet të paraqitet te mjeku. Pastaj, nuk do të thosë se gjithçka do të jetë kancer, mund të jenë edhe formacione të mira, na thojë, domethënë benigne, fibroadenoma mund të jenë, veçanërisht te gratë e reja, te vajzat e reja, mirëpo pa këtë do ta diagnostikojnë specialistët. Gjithashtu mund të paraqitet ndryshim në formë të gjendrës edhe në nënsqetull. Edhe kjo është një shenjë se duhet të paraqiten te mjeku. Pastaj mund të kemi rrjedhje nga thimthi i gjirit, veçanërisht në gratë të cilat janë në menopauzë. Nëse kemi një rrjedhje nga thimthi i gjirit, kjo nuk është normale dhe duhet patjetër gruaja të paraqitet te mjeku.
Gjithashtu, në qoftë se kemi tërheqjen e thimthit nga brenda, nuk është gjendje normale. Nuk flasim për thimthat që në mënyrë qysh nga vajzëria kanë qenë të tilla, do të thënë kanë pas strukturën e tillë. Flasim për gjithë që mbas një kohe kanë pasur këtë ndryshim. Mos të flas më kur ndryshon edhe lëkura e gjirit, sepse nuk dua të shoh raste të tilla. Domethënë këto janë shenjat më të vogla. Dhe këtu të përmend se harrova ta them mamografin kur ma the, pse themi të bëhet mamografia dhe pse e caktojmë mamografi një herë në 2 vite të bëhet te gra, sepse në mamografi vërehen ndryshimet të cilat ende nuk janë të dukshme. Domethënë, prandaj është rëndësia e mamografisë, prandaj është rëndësia e skriningut. Domethënë, vërehen ndryshime të cilat ende nuk mund të preken te gjiri dhe diagnostikohen më herët. Kur flasim për trajtimin, doktoresh, a asociojmë gjithmonë trajtimin kirurgjik apo mund të jetë edhe trajtim paliativ? Tani ka ndryshuar ritmi i trajtimit të kancerit të gjirit dhe nëse më herët para 10 viteve ishte kirurgjia hapi i parë që bëheshte për trajtimin e kancerit të gjirit, tani nuk është ashtu. Tani gjithmonë shkon në bashkëveprim onkologjia me kirurgjin dhe shpesh kemi trajtim neoadjuvant të kancerit të gjirit. Çka nënkupton kjo? Kemi aplikimin e kimioterapisë para trajtimit kirurgjik, që pastaj të shkoj me trajtim kirurgjik dhe të vazhdoj përsëri me onkologji. Dhe a thua vallë të gjithë pacientët janë kandidat për një trajtim të tillë sandwich që e quajmë? Jo. Zakonisht kjo bëhet për rastet kur tumoret janë pak më të mëdha dhe për rastet kur tumori është i vogël, mirë po ka struktura anatomike të cilat janë në afërsi anatomike të trupit flas, që janë në afërsi të tumorit dhe të cilat do të kenë benefit më shumë në qoftë se para trajtohen me kimio dhe pastaj edhe me terapi kirurgjike. Dhe pas sandwichit kimio, trajtim kirurgjik kimio, ose trajtim kirurgjik kimio, mund të ketë edhe trajtim me reze, me radioterapi dhe të vazhdohet varësisht nga analizat patologjike, gjenetike, imunologjike, edhe me terapi biologjike, me terapi hormonale, me terapi imuno, mirë po cili pacient është kandidat për këto lloj të terapi gjithmonë ka standarde. Domethënë jo, prandaj themi trajtimi i kancerit të gjirit është trajtimi personalizuar. Domethënë çdo grua e ka storjen e vet, e ka trajtimin e vet. Më kuptoni, domethënë nuk është një shablon, se të gjithë trajtohen një lloj. Me siguri që ka edhe risi ndoshta në onkologji për sa i përket trajtimit të këtyre pacientëve, përveç atyre që i përmendet më lart. Po, risia qëndron pikërisht në këtë, domethënë se tani onkologjia si shkencë shkon në qasjen e asaj që çdo grua të ketë trajtim të personalizuar. Domethënë tani tumori analizohet në më tepër aspekte. Përveç aspektit histopatologjik, analizohet aspekti biologjik, aspekti imunologjik, receptorët shifen, aspekti gjenetik, domethënë mutacionet shifen, me qëllim që trajtimi të jetë sa më cilësor, sa më efikas. Prandaj edhe nga ana tjetër edhe medikamentet që përdoren në onkologji normalisht se kanë pasur ndryshime. Nëse para 12 viteve gjithë punën e kryeshin citostatikët, për shembull, tani përveç citostatikëve jepen edhe terapi të tjera, të cilat për shembull e zgjatin jetëgjatësinë e pacientëve. Më parë vërtet ka qenë ajo se kanceri është paraqitur në moshë më të vonshme, mbi 60 vjeçare, mirë po, jetueshmëria ka qenë më e shkurtë. Dhe tani është e kundërta. Jetueshmëria është më e gjatë, sepse kanceri metastatik i gjirit për shembull trajtohet dhe këto gra vazhdojnë sërish jetën dhe janë në trajtim, domethënë është një lloj e trajtimit kronik të sëmundjes. Domethënë zgjatet jeta fal këtyre studimeve që i përmendëm dhe medikamenteve të reja që përdoren në onkologji. Doktoresh, të flasim pak për parandalimin ose preventivën që ka një rol shumë të rëndësishëm. A mund të themi që në qoftë se kapet në kohë, diagnostikohet në kohë, nënkupton shpëtimin e jetës një paciente? Gjithmonë rëndësia më e madhe është gjetje e sëmundjes në fazën më të hershme.
Prandaj edhe qëllimi i gjithë këtyre emisioneve sensibilizuese, atyre ngjarjeve që bëhen gjatë muajit tetor në mbar rrezullin toksor, është që të ngritet vetdia. Sepse ka edhe mendime të tilla, po nuk është vetëm kanceri i gjirit, nuk është vetëm një muaj e të tjera. Mirë po, falë pikërisht këtyre të them emisioneve, ligjeratave sensibilizuese, është arritur shumë më tepër në nivel botror flas për atë se është ngritur vetëdia se secila grua ka dashur ta kontrollojë gjirin, ka dashur të bëjë eho dhe mamografi pa pas simptome. Dhe janë gjetur karcinomat në fazë më të hershme dhe prandaj edhe trajtimi i tyre ka qenë më i lehtë, më i mirë, më efikas, domethënë, dhe kanë vazhduar jetën si gra të shëndosha pastaj. Prandaj përgjigjja në pyetjen tuaj është po, sa më herët që detektohet kanceri i gjirit, aq më i mirë është trajtimi, aq më e mirë është prognoza, dhe këto gra vazhdojnë të funksionojnë si gra që nuk kanë qenë të sëmura. Domethënë gjithçka që gjendet në kohë, herët, në fazën e parë, maksimum faza e dytë të jetë, kanë prognozë shumë të mirë. Si profesioniste e fushës, çfarë mesazhi do ju kishit dhënë grave që kanë frikë të bëjnë kontrole të gjirit? Mesazhi im do ishte për gratë që gjithmonë duhet të mendojnë se frika nganjëherë mund ta mbulojë diçka që sikur të zbuloheshte herët, do t'u ndryshonte komplet jetën e tyre. Domethënë mos e kenë frikën si mur mbrojtës për ta arritur diçka që pastaj do ta kenë më kollaj jetën e tyre. Domethënë eho e gjirit nuk dhem, po edhe sikur të nuk është dhimbja arsye që një grua të mos bëj kontrolla. Gruaja si qenje është një qenje shumë kështu e fortë edhe në aspektin emocional edhe në aspektin fizik, dhe nuk ka dhimbje që një grua nuk mund ta përballojë, sepse eho e gjirit edhe mamografia nuk japin ndonjë dhimbje aq të madhe sa të ketë gruaja frikë të shkojë në kontroll. Përsëri është më tepër niveli, mendoj, aspekti psikologjik i frikës se mos vallë ka sëmundje. Prandaj për ta rënuar këtë frikë, duhet edukuar brezi i ri, pikërisht në këtë mënyrë, me emisione, me ligjerata, edhe në për shkollat e mesme, edhe në për fakultete, edhe në për institucione ku punojnë njerëzit, që ta kuptojnë se është normale të shkojsh në kontroll, ta bësh ehon e gjirit, është normale ta bësh mamografin, screening, kur të vinë mesazhi se të kanë thirrë ta bësh mamografin, domethënë të mos hezitohet të shkohet. Domethënë thjesht të merret si rutinë, si diçka që patjetër e ke ta bësh. Dhe për fund, çfarë duhet të bëjë më shumë shoqëria, institucionet për t'i mbështetur gratë me kancer të gjirit dhe gratë të cilët mund të jenë kandidate për këtë sëmundje? Institucionet mund të bëjnë shumë më tepër për t'i mbështetur gratë të cilët kanë kancer gjiri. Ajo që do ishte mirë të bëjnë institucionet është që të bëhet decentralizimi i trajtimit onkologjik të pacientëve. Çka nuk kupton kjo, të mos jeti koncentruar trajtimi i pacientëve vetëm në klinikën e radioterapisë dhe onkologjisë në Shkup, sepse është e pamundur i gjithë shteti të trajtohet në një vend. Nga ana tjetër, kur ka mundësi në spitalet klinike, 3 që janë në shtetin tonë të funksionojnë si duhet, ne në spitalin tonë klinik kemi arritur në mënyrë modeste, por kemi arritur me shumë mundime që të trajtojmë një pjesë të pacientëve të rajonit tonë që sëmuren nga kanceri i gjirit, dhe vetë pacientët, sikur të ti pyetni, do t'ju dëshmojmë për atë se sa më lehtë e kanë kur afër shtëpisë e kanë trajtimin, sa më pak ngarkesë ka kur ato pritjet nuk janë me orë të tëra nëpër korridore, sepse në këtë mënyrë edhe lehtësohet qasja ndaj trajtimit të pacientëve, nga ana tjetër edhe aspekti psikologjik i tyre nuk rënohet aq tepër. Edhe një gjë e tillë mund të bëhet, jo se nuk mund të bëhet. Nga aspekti i prevenimit të sëmundjes, sa më tepër dhe ende më tepër duhet të bëhen fushatat për sensibilizim
për screening, do më thënë. Gjithashtu, jo vetëm të bëhen fushata dhe pastaj të mos kenë gratë mundësi të bëjnë eho në gjirit, do më thënë të ketë sa më tepër mjek që do të shikojnë eho gjiri, të ketë aparate që do bëhet mamografia edhe eho e gjirit, do më thënë, që të mos jetë vetëm ajo dëshira se ka raste kur gratë duan të bëjnë ehon dhe mamografin dhe pastaj nuk mund të gjejnë termine, sepse s'ka njerëz që të njëjtat procedura i punojnë. Do më thënë të në një farë mënyre të edukohen, të dërgohen në specializime mjekët sipas nevojës së shoqërisë. Dhe kështu mendoj se do zgjidhet problemi edhe për screening, edhe për trajtim të njerëzve që kanë kancer gjiri dhe mos harrojmë edhe aspektin e mbështetjes psikologjike të njerëzve që kanë kancer gjiri, sepse është shumë e rëndësishme. Kjo mbështetje të jetë institucionale, të mundemi edhe ne onkologët të dim ku ti udhëzojmë pacientët tonë te psikologët që janë të specializuar të trajtojnë njerëzit që kanë kancer. Faleminderit për këto mesazhe dhe për fund porosia, le t'i themi, ose rezume e gjithë asaj që e tham për një grua që të jetojë shëndetshëm për sa i përket stilit të jetesës. Çfarë duhet të ketë parasysh? Një grua që të ketë një trup të shëndosh, atë që mund ta bëjë ajo, sepse jo gjithmonë gjithçka është në duart e personit, por atë që mund ta bëjë çdo grua për trupin e vet është që të ushqehet shëndetshëm, të mundohet të bëjë aktivitet fizik 20 minuta në ditë, të mundohet të mbaj aspektin e saj psikologjik të qetë, gjithashtu të bëj kontrollat rutinore, të bëj vetë kontrollin e gjirit, të bëj mamografi 1 herë në 2 vjet, të bëj ehon e gjirit, ashtu si i thonë specialistët e saj, dhe pastaj në qoftë se ka predispozit gjenetike ose i është ekspozuar trajtimit me hormone për arsye të ndryshme, të mos ketë frikë, po thjesht ti ndjek hapat që rekomandojnë specialistët që në një farë mënyre të jetë pak më e rregullt në ato trajtime, që mos të vi deri në diçka që pastaj të jetë vonë për t'u trajtuar. Doktoresh, faleminderit shumë për këtë emision, faleminderit shumë për kontributin që jepni në shoqëri, për ligjëratat e shumta, meqense jeni dhe profesoresh universitare, gjithashtu pjesë e kampanjës së Tetorit Roz. Faleminderit shumë që gjithmonë jeni aty për gratë tona, për vajzat tona dhe për ndihmën që atyre ju jepni. Gjithmonë do mundohem derisa të mundem ta arrim këtë mesazhin tuaj dërgojmë grave tona, që ata ti kemi të shëndetshme dhe të lumtura. Sigurisht, faleminderit edhe një herë shumë. Faleminderit. Të nderuar shikues, ka qenë dhe kjo tema për sa i përket ndërgjegjësimit apo luftës kundër kancerit të gjirit, për sa i përket kampanjës Tetorit Roz, unë uroj që porosit i keni marrë dhe do i keni parasysh për të pasur një jetesë më të mirë dhe më të shëndetshme. Dhe sigurisht me fjongot të cilat ne i kemi, nuk do të thotë që solidarizohemi vetëm në muajin tetor, por gjithmonë gjatë gjithë vitit mundohemi që të luftojmë çdo faktor që bie deri në paraqitjen e sëmundjeve të ndryshme e konkretisht kancerit të gjirit. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj, deri në takimin e radhës, bashkë mirupafshim.